GLPS ka ftuar sot këtë konferencë për media për të shpalosur një analizë të raportit të vendit të Komisionit Evropian për vitin 2025. Këtë monitorim të përmbushjes së kritereve të strategjisë së zgjerimit për Kosovën, GLPS e bën që nga viti 2012. Raporti i këtij viti vlerëson Kosovën në një situatë të unike në dy faza të ndryshme. Pra një pjesë e raportit vlerëson Kosovën kur kishte një qeveri me mandat të plotë dhe pjesa tjetër me një qeveri në detyrë dhe me kompetenca të kufizuara. Në vlerësimin e përgjithshëm të përgatitjes, cilën e ka bërë GLPS, Kosova thuhet se ka arritur përmirësim në 4 kapituj, përkatësisht në kapitullin e 12 për siguri të ushqimit, kapitullin 14 për politika të transportit, kapitullin 19 për politika sociale dhe punësim, si dhe kapitullin e 30 për marrëdhëniet e jashtme. Megjithatë, ky lloj përparimi margjinal nuk i përgjigjet nevojave për reforma të thella për integrim të shpejtë. Kjo sepse nëse konsiderohen të gjithë kapituj për cilat vendi ynë vlerësohet, Kosova ende mbetet në një nivel të një farë përgatitjeje. Kurse sa i përket progresit, raporti i këtij viti vlerëson se Kosova ka arritur progres të limituar në 17 kapituj, në 11 kapitull të tjerë një farë progresi, në 2 fare nuk ka progres dhe vetëm një kapitull ka progres të mirë për vitin 2025. Thënë këtë, pasojat e ngërçit politik të këtij viti vrehen në të gjitha rreshtat e këtij raporti dhe kryefjala e këtij raporti është stagnim dhe progres i limituar. Pra, edhe pse Kosova mbetet e përkushtuar në rrugën e saj drejt integrimit evropian, realiteti politik i këtij viti ka pasur pasoja të mëdha dhe mund të konstatohet se ky ka qenë një vit i quar dëm për Kosovën. Sa i përket fushave të cilat GLPS mbulon, te kriteret politike, raporti ka konstatuar se zgjedhjet e mbajtura me nënshkurt kanë qenë ferm dhe të lira, por e kritikon vonesën e themelimit të institucioneve pas zgjedhjeve. Theksohet vullneti për integrim, por ngecja politike ka shkaktuar stagnim në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kritikohet po ashtu mungesa e vullnetit politik për ratifikimin e marrëveshjes së facilitetit dhe të huas për të përfituar nga plani i rritjes. Po ashtu, shkalla e zbatimit të reformave në kuadër të agjendës së reformave të planit të rritjes vlerësohet të ketë qenë e pamjaftueshme. Sa i përket reformës në administratë publike, në vitin 2025 Kosova ka pasur progres të kufizuar në këtë fushë. Vlerësimi i Bashkimit Evropian për vitin 2025 thekson se rekomandimet e dhëna në vitin e kaluar në këtë raport nuk janë adresuar siç duhet, e ato lidhen me ligjin për zyrtarët publik dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese për ligjin për pagat në sektorin publik. Në linjë të njëjtë me opinionin e GLPS-s, shqetësimet kryesore në këtë drejtim mbesin edhe pas plotësimit të ligjit për zyrtarët publik, mbesin efektet e politizimit, kufizimet në avancimin në karrierë dhe stabilitetin e shërbimit civil. Ndërsa tek ligji për pagat, raporti thekson faktin që procesi i klasifikimit dhe sistematizimit të vendeve të punës ende nuk është përfunduar. Sikurse vitin e kaluar, në linjë edhe me reagimet e vazhdueshme të GLPS-s, raporti shem me shqetësim numrin e lartë të pozitave menaxheriale me ushtrues detyra. Edhe sipas raportit të menaxhimit të burimeve njerëzore të vitit 2024, thuhet se në nivelin drejtues 72% e pozitave mbahen me ushtrues detyre. GLPS vazhdimisht ka shfaqur shqetësimet e saj se një fenomen i tillë është mjaft negativ dhe ndikon në përgjithësi funksionimin e administratës shtetërore në Kosovë. Sa i përket kornizës strategjike për administratë publike, raporti konstaton që zbatimi duhet përmirësuar. Në të njëjtën kohë, koordinimi mes institucioneve kyçe dhe niveleve administrative mbetet një sfidë në vete. Lidhur me llogaridhënien, Komisioni Evropian vlerëson që është bërë progres i kufizuar sa i përket racionalizimit dhe vendosjes së linjave të llogaridhënies për agjencitë e pavarura dhe ato ekzekutive, duke theksuar se numri i trupave në kuadër të kuvendit duhet zvogëluar. Raporti përmend faktin edhe që disa ligje janë miratuar pa konsultime publike dhe se gjithë përfshirja në planifikimin dhe zbatimin e reformave në këtë drejtim është e pamjaftueshme. Megjithatë, në një konotacion pak më pozitiv, Kosova vlerësohet që ka pasur një progres në thjeshtimin e shërbimeve administrative përmes miratimit të planit për parandalimin dhe zvogëlimin e barës administrative për vitin 2025-2028 dhe planit të tij të veprimit.
Për të kaluar të gjyqësore dhe të drejtat themelore, edhe në fushën e gjyqësorit, Kosova vlerësohet mes një faze të hershme dhe një farë përgatitje, duke theksuar se Kosova ka bërë progres të limituar gjatë vitit 2025. BE-ja vlerëson se ligjet dhe strategjitë në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave të njeriut janë në linjë me akit e BE-s dhe standardet evropiane, mirë po ato nuk hasin në vullnet për implementim në tërësi. Raporti bën thirrje për përsëritje të shpejtë të procesit të emërimit të kryeprokurorit ose kryeprokurorës së shtetit, duke kritikuar kështu procesin e kaluar të përzgjedhjes së kësaj pozite. GLPS shep këtë pozitë temase të rëndësishme dhe emërimi i shpejtë i bazuar në parime të transparencës dhe meritokracisë është shumë i nevojshëm për funksionimin e drejtë të sistemit prokurorial. Raporti bën thirrje për implementim efektiv të dispozitave të reja të ligjit për KPK-n. GLPS vlerëson se vetëm implementimi i drejtë i ndryshimeve të reja ligjore mund të sjellë llogaridhënie të konsiderueshme, efikasitet dhe transparencë brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës. Raporti thekson edhe faktin se një numër i konsiderueshëm i ligjeve për reformat në drejtësi tashmë janë për vlerësim procedural ose material në gjykatën kushtetuese. Raporti vën në pa edhe sulme të vazhdueshme të qeverisë ndaj sistemit të drejtësisë, me theks të veçantë ndaj prokurorisë dhe nevojën për përmirësim të kësaj situate. GLPS në vazhdimsi ka konstatuar në fakt se sulmet e tilla cënojnë parimin e ndarjes së pushteteve dhe ndikimin në pushtetet të cilat janë absolutisht të ndara dhe sipas Kushtetutës së Kosovës. Raporti reflekton edhe gjetjet e GLPS-s se ekzistojnë sfida sistematike në lidhje me trajtimin e krimeve të rënda dhe rasteve të dhunës në baza gjinore, të lidhura veçanërisht me ndjekjen penale jo efikase, akte akuza dhe vendime gjyqësore të mangëta, sidomos përputhjen në praktikat e dënimit. Po ashtu, ai shpreh nevojën për koordinim dhe bashkëpunim të ndërcjellë mes gjyqësorit, ekzekutivit dhe legjislativit në mënyrë që reformat në drejtësi të materializohen. GLPS në vazhdimsi ka avokuar që bashkëpunimi ndërinstitucional mbetet kyç për ofrimin e një drejtësie efektive për të gjithë qytetarët e Kosovës. Natyrisht, me shumë të drejtë, raporti thekson edhe mungesën e miratimit të kodit civil dhe kodit të procedurës civile. BE-ja ka vlerësuar megjithatë pozitivisht progresin e vazhdueshëm të prokurorisë speciale në hetimin dhe ndjekjen e penale të krimeve të dhunës seksuale të kryer gjatë luftës së fundit në Kosovë, por paraqet si sfidë mungesën e bashkëpunimit të bilateral të Serbisë që nga viti 2022. Po ashtu, theks vihet edhe tek mungesa e bashkëpunimit ndërkombëtar juridik në fushën penale nga ana e Serbisë lidhur me kërkesat e Kosovës për ndihmë rreth hetimit të sulmit terrorist në Banjska dhe kanalit të Iber Lepence. Lufta kundër krimit të organizuar është konkretizuar me rritje në numrit të akte akuzave, por gjatë vitit 2024 nuk u shpall asnjë ankthgjykim ndaj personave të përfshirë në këto raste. Po ashtu, komisioni vlerëson dhe thekson mungesën e vendimeve përfundimtare në rastet e korrupsionit, kthimin e shpeshtë të rasteve në rigjykim, politikën e ulët ndëshkrimore dhe zvarritjen e rasteve në trajtim, kurse i vlerëson pozitivisht shqiptimin e dënimeve plotësuese për zyrtarët e shpallur fajtor për vepra penale nga kapitulli i korrupsionit. Të gjitha këto të gjetura në këtë rast janë në linjë të plotë me ato çfarë GLPS ka thënë tashmë gjatë tërë këtij viti. Sa i përket lirisë së shprehjes, raporti është dukshëm më negativ se vitet e kaluara. Përmenden diku rreth 70 sulme fizike dhe verbale ndaj gazetarëve, po ashtu përmendet edhe gjua ofenduese që është përdorur nga zyrtarë të lartë si dhe nga vetë kryeministri. Raporti kritikon mungesën e financimit afatgjatë të transmetuesit të vetëm publik të RTK-s, si dhe zhvillimet negative në kuadër të Këshillit të Pavarur të Mediave. Sa i përket KPM-s, raporti thekson faktin se ligji u rrëzua nga gjykata kushtetuese sepse kishte dispozita të cilat cënonin seriozisht pavarësinë e këtij institucioni. Mbetet shumë e rëndësishme që ligji i ri të jetë në linjë të plotë me standardet e BE-s dhe ato ndërkombëtare. Në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë, BE-ja kritikoi procedimin pa konsultim publik dhe me procedurë të përshpejtuar të ligjit për byron, kurse vë theksin në funksionalizimin e zyrës për rikthimin e aseteve në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit.
Raporti thekson suksesin e policisë së Kosovës kundër grupeve kriminale dhe sekuestrimin e një sasie të konsiderueshme pasurish materiale, duke përfshirë para të gatshme, armë dhe municion. Rekrutimi një numri të pjesëtarëve të komunitetit serb në policinë e Kosovës po ashtu shihet si një hap pozitiv. Sa i përket normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, ky raport njëjtë si vitet e kaluara i kushton një rëndësi të veçantë normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Nga Kosova kërkohet themelimi i asociacionit, ndërsa nga Serbia kërkohet njohja e simboleve të Kosovës. Raporti shpreh se ka pasur vazhdim të dialogut, por se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit ka qenë i pamundur në mungesë të stabilitetit politik qoftë në Kosovë dhe qoftë në Serbi. Në raport përmenden veprimet në veri, si ndërtimi i urës dhe arrestimet e Igor Popovićit dhe disa zyrtarëve të tjerë të sigurisë të Serbisë, si mospërshtatje nga ana e Kosovës, ndërsa lobimi kundër Kosovës në arenën ndërkombëtare, si dhe arrestimi Arnor Sfahiut dhe pezullimi i marrëveshjes për ndihmë të ndërsjellë juridike nga Serbia, shihet si mospërshtatje e kësaj të fundit me dialogun. Në raport përmendet në terma shumë të qartë se qasja në fondet e planit të rritjes prej 883 milion euro për vendin ton kushtohet me pjesëmarrjen dhe përparimin në procesin e dialogut. Kosova është duke rrezikuar seriozisht përfitimin nga fondet e planit të rritjes dhe për këtë ne si GLPS kemi ngritur alarm qysh në maj të këtij viti në një konferencë për shtyp të ngjashme. Nga ky plan, siç e sekëm, vendi parashihet të përfitojë diku rreth 883 milion euro dhe në momentin e ratifikimit të marrëveshjeve të huas dhe facilitetit do të ekzekutohet një parapagesë prej 7% apo rreth 62 milion euro. Fatkeqësisht, si pasojë e krizës politike, ku vendi ende nuk i ka ratifikuar këto marrëveshje dhe pa u përfunduar ky hap, nuk mund të përfitojmë asnjë fond përderisa vendet e rajonit kanë filluar që të marrin këstet e dyta nga plani i rritjes. Heqja e masave ndaj vendit ton kushtëzohet me transferimin pasor të pushtetit në komuna pas zgjedhjeve të rundit të dytë të 9 nëntorit. Sa i përket normalizimit të marrëdhënieve, si vjet shihet qartë as një gjuhë më balancuar e ndërmjetësuesit të BE-s, duke konsideruar këtë fakt si dhe duke konsideruar përbërjen e re të Komisionit Evropian, mbetet shumë e rëndësishme që partitë politike të gjejnë një gjuhë të përbashkët dhe të themelojnë institucionet sa më shpejt në mënyrë që mund që Kosova të përfitojë nga konstelacioni i ri politik. Duke qenë se të hyrat nga plani i rritjes lidhen për së drejtë me suksesin e dialog, koordinimi dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm me BE dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar në këtë drejtim mbetet thelbësor.